Atë duke ju sjell në retrospektiv informimin e dieshëm që ne kërkuam një kohë të mjaftueshme, të shpejtë për të konsultuar me të mbrojturit prej nesh në lidhje me situatën që u krijua mbas vendimit të gjyqtares paraprake në lidhje me papërdorshmëritë, pavlefshmëritë e kërkimeve tona. Ne unanimisht të gjithë subjektet e kësaj çështje morëm një vendim për të kërkuar përjashtimin e gjyqtares Lojera Davidi për një anshmëri të theksuar në vendimarrjen e saj. Sigurisht ato janë kërkime të qarta të bazuara në ligj dhe një kaos gjyqësor i cili pa shpjeguar shkaqet e lishmërisë apo palishmërisë së kërkimeve tona mori një vendim të padrejtë. Sot ne depozituam në formë të shkruar kërkesën për përjashtimin e gjyqtares Lojera Davidi dhe sipas procedurës seanca u ndërpre sepse gjyqtarja as mund të marrë dhe as mund të jap vendim pa u shprehur një gjyqtar i gatshëm apo një gjyqtar tjetër i kësaj gjykate në lidhje me përjashtimin e saj.